punët, na jemi me një situatë cilën jo vetëm që s'ka qeverisje, por përkundra se ka një fillim të një logjike e zakonisht dëmtuese për qytetarët. Dhe këtu unë nuk jam i prirur vetëm flas për temat të mëdha, por mbi të gjitha po e shoh se janë temat mëdha ato që e prekin ditën ose jetën e përditshme të qytetarëve. Sot në Kosovë tash disa vjet, po marrim edhe të rastit fundit për atë vërshimeve në janar të këtij viti, qytetarët e Kosovës, populli i Kosovës nuk është kompenzu për dëmet që janë shkaktu viktimave. E ato kompenzime i takojnë me lezë. Dhe shënë që ka ndodhur. Ka pas vërshimet jashtëzakonisht drona në një pjesë të madhe të komunave, prej Gjilonit, e Suarekës, e Ravecit, e Gjakovës, e Klinës, e Fush Kosovës, e Drenasit, e Skënderajt e tjera, Prishtinës e tjera. Komunat i kanë kriju komisionet, sikur se takon me lezë. Komisionet kanë dalë, i kanë bërë vlerësimet, asamblet komunale i kanë miratu raportet, ato raporte kanë shku në qeveri, qeveria i ka konfirmu domet, pra kostën e domeve, por parët si janë kërkun. Skandal parët. Pra kjo nuk ka lidhe as a ka kuvend, a ka zgjedhje, a po fol një parti me një parti tjetër. Kjo me bo punën, veç me bo punën e vetë. Pra kërkush s'është kompenzu deri tash? Nuk është kompenzu as një qytetar i Kosovës për vërshimet, domet e vërshimeve të janarit të viti. Por mos harroni ndërkohë janë ndo pare për qytetarët e Kosovës sipas kërkesave ose interesave partijake, qofshin para zgjedhjeve, qofshin në forma ndryshme, po sipas kërkesave tyne, jo kur qytetarit i takon me ligj apo e ka domosdoshme. Pra janë tema të cilat nuk ka bre nevojë asnjë parti më ul me fol me zvete. Janë tema që duhet me u qeverisë. Që merren mbi raporte, zyrtar. Ose për shembull, raste që unë tanë kohën po i bëj thirrje qytetarëve, shene sepse ka një tendencë jashtëzakonisht të keqe të plaçkitjes së qytetarëve, popullit të Kosovës, në faturat të tatimit në provë. Dhe shene që ndodh, qytetari shkon e merr faturën në provë. Nëse kemi disa fotografi që na i e menaxhosh jashtëzakonisht me rëndësi me pa rast konkret. Sepse edhe po ju tha me përgjithësi nuk është një rast, nuk është rast i izoluar, nuk është një komunë. Janë shumë raste, me mijëra raste që po ndodhin njëjtë. Pra, shene, kjo është e para. Me 22 prill 2026, fatura personit, fatura e tatimit në prunë, i vjen 97.69 euro dhe kjo ndohet në kësët, sipas ligjit. 45 euro kësi parë. E dyta, fotografia dyta është dëshmia që personin fjallë e ka pagu kësin e parë. Dhe me 29 qershor 2026, pra 2 muaj mrapa, i vje fatura tjetër që i thot i ki 161 euro bërgjë vitit kalum, a këne, thot bërgjë nuk është zero. Dhe qytetarit, për të njëjtën prunë, i njëjtit qytetar, i të njëjtës komunë, me të njëjtin numër tatim